Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Në edicionin e sonte do të transmetojmë dy hulumtime të thella, të cilat lidhen me dhunën në familje dhe prokurimin publik. Kolegi Adelina Ahmeti ka hulumtuar një denoncim i cili shpërfaq dështimin e mekanizmave të shtetit për ta trajtuar një rast serioz të dhunës në familje dhe besimit të fëmijëve. Këtë reportazh do ta ndjekim në fillim të emisionit, ndërsa ne do të rrugtojmë deri në Viti për të trajtuar një denoncim tjetër, i cili shpërfaq fakte shumë interesante për organizimin e prokurimit publik në këtë komunë. Pjesa e fundit e emisionit do të dedikohet operacioneve të kecit në zbulimin e bizneseve të cilat keq përdorin energjinë elektrike. Po fillojmë me reportazhin e koleges Adelina Ahmeti, e cila ka udhëtuar në Drenas për të trajtuar denoncimin për dhunë në familje dhe besim të fëmijëve. Sonte do të denoncojmë një situatë pa precedente e cila ka ndodhur në komunën e Drenasit. Atje e kemi marrë një denoncim për një rast të pa precedent i cili lidhet me besimin e një fëmije 6 vjeçar. Besimi i fëmijëve është procedurë gjyqësore e cila zhvillohet në momentet kur një çift të ndahen prej njëri tjetrit. Çifti nga Drenas janë ndarë 5 vite më parë, ndërsa procesi për besimin e fëmijës 6 vjeçar po vazhdon në gjykatën e Drenasit. Sipas procedurave, në fillim besimi i fëmijës i ishte dhënë të atit me arsyetimin se nëna e kishte braktisur. Në dosjen e lëndës, nëna kishte pretenduar se braktisja kishte ndodhur për shkak të dhunës në familje. Kjo nuk ishte provuar në procedurë penale dhe besimi i fëmijës i ishte lënë të atit. 4 vjet më vonë, nëna nis procesin gjyqësor dhe sipas ligjit, në procedura të tilla vlerësimi i qendrës për punë sociale është shumë i rëndësishëm për gjykatën, për të dhënë vlerësimin final se kujt i përket fëmijës. Në adresë të kallëzo.com kemi pranuar një raportim që tregon një situatë e cila për çdo kë do duhej të ishte pazakontë. Punëtori i qendrës për punë sociale është paraqit në gjykatë duke kërkuar që fëmiu 6 vjeçar me qëndru me të atin, duke shmangur plotësisht faktin që i ati ishte në burg. Në dorë kam vlerësimin që ka bërë qendra për punë sociale për çështjen e besimit të fëmijës. Ky dokument e ka titullin Anamnezë e gjendjes familjare dhe është hartuar me datë 28 korrekt 2025. Aty shkruhet që jati mundet me mbajt fëmijën dhe punëtori social rekomandon që fëmiu të qëndroj me babain. Proceduralisht do gjë është në rregull me raportin e punëtorit social Vlorian Meha. Ai e shkruan mendimin e paraqat të njëjtën në gjykatore 3 muaj më vonë. Në një seancë gjyqësore të datës 5 nëntor, Vloriani, nën uniformën e shtetit, i kërkon gjykatës që besimin e fëmijës me kalu tek babai. Na kemi vendosur që për shkak të privatësisë mos me i përmend emrat e çiftit, por kemi me tregu krejt ngjarjen. Një ditë pasi Vloriani kishte vizituar shtëpinë e familjes ku jetonte fëmiu, babai akuzohet se kreu një vepër mjaft të rëndë, atë të dhunës në familje. Në dorë, e kam akt akuzën e prokurorisë së shtetit e cila përshkruan se me datën 29 korrekt 2025, personi i cili nga punëtori social përshkruaj si babai përgjithshëm dhe kompetent për me u kujdes për fëmijën 6 vjeçar, kishte shkuar në shtëpi dhe aty e kishte grushtuar e tërhequr për flok nënën e tij. Pasi e kishte grushtuar e tërhequr për flok nënën, ai ishte kthyer edhe të atit të cilin e kishte shkelmuar. Kështu të paktën pretendon prokuroria e cila ka ngritur akt akuzë ndaj të pandehurit. Po ju lexoj se çyshe përshkruan prokuroria ngjarjen e 29 korrikut. Me datë 29 korrekt 2025, rreth orës 18:30, në shtëpinë e tyre të përbashkët në fshatin Gllanasil në Gllogoc, i pandehurit me dashje që t'ju shkaktoj lëndime trupore dhe me qëllim të cenimit të dinjitetit në marrëdhënie familjare, ka ushtruar dhunë fizike ndaj të dëmtuarve, prindërve të tij. Ashtu që, derisa të dëmtuarit ishin duke pirë çaj në terasën e shtëpisë së tyre, nga brenda dali pandehuri duke e ofenduar të dëmtuarën. I thanë gotat e çajit që ishin mbi tavolinë dhe sulmon fizikisht të dëmtuarën, duke e kapur për flok,
e godet disa herë me grushte në kokë, hund dhe në pjesë të ndryshme të trupit. Aty ndërhyn i dëmtuar që ta ndonte pandehurin. Atëherë, i pandehuri e sulmon fizikisht edhe të dëmtuar duke e goditur disa herë me grushte në kokë dhe në pjesë të ndryshme të trupit dhe rrëzon në kauç, e godet një herë me shall në trup. Me që rast, i dëmtuari ka pësuar gjakmbledhje nën lëkurore në regionin e barkut, e po ashtu, edhe e dëmtuara ka pësuar gjakmbledhje nën lëkurore në regionin e barkut abdominal. Krejt këto veprime nuk janë vrejt prej qendrës për punë sociale në Drenas. Punëtori social, Vlorian Meha me 5 nëntor, 3 muaj pas ngjarjes paraqitet sërish në gjykatë. Atje sipas proces verbalit që kam në dorë, i paraqet gjykatës vlerësimin sipas të cilit babai që u përshkrua më lart në akt akuzën e prokurorisë duhej të vazhdonte të mbajë djalin në përkujdesje. Përpos vlerësimit prej proces verbalit, shihet qartë që punëtori social i thirrur për të mbikëqyrur rastin nuk e ka pas haberin që personi që ai po kërkonte t'i besohej djali ishte në paraburgim. T'ju kujtojmë se paraburgimi ishte caktuar për shkak që ai dyshohej se kishte rrahur nënën dhe babain e tij. Në proces verbalin e asaj seance shihet qartë që Vloriani është vendosur në një situatë të palakmueshme kur është pyetur ku ndodhet personit që ai po kërkonte t'i besohej fëmijës. Po lexojmë ato se çka janë shkruar në proces verbal. Avokati ja pyet punëtorin social: pse nuk e keni cek në përshkrimin e gjendjes faktike kur ju keni vizituar shtëpinë e të paditurit se babai i fëmijës gjendet në burg dhe momentalisht fëmia gjendet në kujdesin e personave të tretë, krejt kjo për me pasqyru një gjendje reale. Përgjigjja e Vlorian Mehës: hartimi i anamnezës sociale dhe konstatimi i fakteve relevante është bërë gjatë kohës apo vizitës që është realizu kur i padituri nuk ka qenë në paraburgim. Nga shkresat e lëndës, gjithsesi shënimi zyrtar të datës 23 korrik 2025 rezulton se vizita është bërë në të njëjtën ditë nga 3 punëtorë social të QPS në Glogocë. Pra ta ripërsërisim edhe një herë. Vlerësimi ndodh në korrik. Një ditë më pas i dyshuari akuzohet se ra nënën dhe babain, ndërsa punëtori social shkon në gjykatë dhe përshkruan të dyshuarin si familjar dhe të gatshëm që të vazhdoj të kujdeset për fëmijën e tij. I shtojmë këtu faktin se i dyshuari ishte në burg kur punëtori social i thoshte fjalët e mira për të. Kom dashur hap pas hapi me ndjek çka ka ndodhur deri tek ky vlerësim. Kom shku në Drenas me taku Vlorianin. Ai nuk ka pranu asnjëherë të paraqitet para kamerës për të sqaruar veprimet e tij. Pasi kemi kërku detaje nga ana e qendrës për punë sociale përmes emailit këtu në Drenas, ata na kanë kthyer që nuk munden me nda informacione në lidhje me rastin cilin e kemi trajtu, e që bëhet fjalë për një rast cilin qendra për punë sociale në Drenas ka 4 vite që e trajton. Pra, ata në bazë të një anemneze kanë vendosur dhe i kanë rekomanduar gjykatës që t'ia falë besimin e një fëmije 4 vjeçar, një babai i cili aktualisht gjendet në burg për shkak të veprës penale dhunë në familje. Na kemi me hy brenda, ndonëse ata nuk na kanë qendra për punë sociale në Drenas nuk na ka kthy përgjigje përmes emailit, duke konsideruar që rasti është i ndjeshëm dhe se ka të bëjë me fëmijë të mitur, ata kemi ardhur me i pyet për vlerësimet cilat i kanë bë kjo qendër për punë sociale e që kanë rekomanduar që besimi i një fëmije 4 vjeçar t'i jepet një personi me precedent penal. Ju i një udhëheqësa, nëse ju nuk jeni kompetente për menaxhimin e rastit, ajo është e kuptueshme krejt. Po në rast se për shembull, me një seancë cilën është mbajt me datën 5 nëntor, është përmend që baba është në burg. Jo, nëse i shitko në vend të menaxherit rastit, si zyrtare, a kishit tentu me i thonë gjykatës që pe bojmë një rishqyrtim të rastit sepse baba ko kam bërë kemi rrethona të reja. Që unë jam pak më breva. Kur bo anamneza
që e ka bo menaxheri i rastit, Po. ka qenë burg baba. Okej. Mas e ka dërguar anamnezën, baba është marrë në burg. Dhe nuk ka ai vendim hala përfundimtar, është seanca e radhës. Që për momentin është ashtu, po kur është seanca tash që ka më marrë nuk e di sa Në nëntor me 26. po nuk e di se na i kemi të punë të detyrat e ndonjë se cilin menaxher të rastit ka për secilin rast, po e kom pyet, kam pak informacion që unë ka thonë nuk u kon në burg kur unë e kom dërgu anamnezën, ai nuk u kon, edhe fëmia normal nona ka braktis fëmin fillim. Për shkak të kushteve, po? E ka braktis, kushtet, se cilë që do me marrë fëmin, kushtet ju ofruhen edhe qof një social, qof dikon, qof strejimore, aja ka braktis fëmin, fëmija u rrit me gjysher edhe me babën e vetë. Edhe kena pas shumë vështirësi me socializu, me najt, me nonën, kena pas shumë përpjekje se fëmija as nuk i rrike, as nuk dojke me pa. Doni me pas parasysh që QPS i ka rekomandu gjykatës veç 2 herë me taku në mujt. Kush? Po aja mas në kohë ka kërku tani me pa, nuk e di sa, Po, në rregull, po flasim tash. Definitive. Nuk e di sa, po ne di që dikur mas një viti, 2, aja ka fillu e ka kërku fëmin me pa dhe ja kena mundësu. Edhe kena bo shumë përpjekje që me socializu fëmija me ta. Vish pak të rimë, da. Edhe ja kena mundësu kontaktin, të e normal të ju ofru fëmis, të i full për nanën e krejt. E sa për këtë kësoj seancës fundit, nuk e di veç Po ta si QPS, po si QPS për shembull, si zyrtar. Nëse ti e merr një informacion që baba, për çka janë baba dhe nana janë në kërkim të besimit të fëmijës te gjykata, QPS ja merr informacionin që baba është në burg. Po. Sepse ju e dini shumë mirë, po besoj rastin që baba është në burg për dhun familje për shkak që e ka rënë anën e tij. Edhe tash qysh supozohet që besimi një dhon gjëshërve, derisa a qysh ka me qyra i pi burgu da. Se që kjo po m'intereson me ditë, nëse ju e keni qëtë indikacion në një seancë të caktuar, a merr një vlerësim, a bën një vlerësim për me e rishqyrtuar anamnezën, me thonë kemi rrethana 3 atash, te bim një anamnezë 3. Patjetër. Zotri Vlorian Meha, këto ka thonë, nuk ka nevojë për anamnezë të re, sepse ne kemi shku në anamnezë në bazë të asaj që kemi pa në terren. Nuk e ka marrë parasysh fare faktin që tash baba është në... Po dëshmi gjykata për që është ai dënu? Ai nuk e merr, nuk vendos veç me anamnezë. Kur është pyet prej avokatës udhëheca, kur është pyet prej avokatës, zotri Meha, nëse ka nevojë për anamnezë të re dhe rishqyrtim të anamnezës, ai ka thonë nuk ka, ne vlerësojmë që nuk ka nevojë për anamnezë të re. Shndrojmë brapa asaj të cilin e kemi dhënë një herë. Dhe sa atë se dhe thonë se edhe se gjykata e ka atë fakt, se ai është i dënuar, tash aja vendos në bazë të na provat. Aja mund edhe do të thotë parasysh pak edhe mirëqenia e fëmisë. Edhe mirëqenia e fëmisë, pavarësisht se gjyshërit ato e kanë rritë shumë tash, po supozojmë tash na mundu me folë edhe për legje edhe pak logjike. Pse nuk keni rekomandu një afal besimin në personit të tretë, që është përcaktuar edhe me ligjin e familjes. Unë nuk kam kompetencë me folë këtë rast e para. Po du me sharu me sharu një të ru sa kam informacion se menaxheri i rastit besoj që moj edhe gaboj, unë sa do që të flasë. Ma mira, këmë të logjike për fillimit. Na kur e hapum një lanë, do me thona, kemë bashkë punëtor, po menaxhimin e banë se cilë veç, është menaxheri i rastit, po kur një fëmijë rritet, nuk e sheh nanën 2 vjetë, duhet mu bë përpjekje, fillimisht fëmija mu socializu me nanën, me kuptu që e ka nana, edhe me fitu dashninë e nanës, si ndaj 2 palëve. Pastaj kur e shet që fëmija socializohet me non, kalon mirë me non, mundet me u bo një këtu rrethana, se kur të rritë baba 2 vjetë është të drejt mja marë babës se nona mas 2 vite, se nuk e dija so vite sakti kakje. Po supozoj. Djali është 2 njëna në veç. Jo, djali, jo, për djalin e di se në shpesha moj kontaktin, kur dikush mungona e zëvendësojmë një një tjetrin. Po, nuk e di nona maso vite, shefe ka lyp kontaktin me fëmija, ja ka braktisë edhe mos dit për një periudhë kohore, nuk u duk heq.
edhe nuk e di sakso. Në bazë të deklaratës që ka dhënë në gjykat, ajo është detyru për shkak që ka pas dhunë fizike prej burrit, mandej është detyru, nuk ka pas kur gjë, domethënë derisa i ka marrë punë. Nise. Okej, Që? Pyetja ka qenë kështu. Tani që ju jeni në djeni se babai fëmijët gjendet në burg dhe sipas palës pa ditë se i njëjti është në burg për dhunë në familje, a keni nevojë që të plotësoni anamnezën sociale të fundit, duke pas parasysh interesimin më të mirë të fëmijës, duke vlerësuar moshën e fëmijët, a është e denjtë që fëmija të jetojë me gjyshrit, derisa e ka nënën dhe kërkon në çdo mënyrë fëmijën e saj dhe kontaktet, nuk do t'ja ndalojë në asnjë mënyrë. Fakt ky potencuar disa herë. Përgjigja zotrit mia, në këto rrethana, tu e di që baba është në burg. Ne si organi kujdestaris nuk vlerësojmë se duhet të kthehet kjo amnezë sociale. Në plotësim, nga se e njëjta përmban të gjitha të dhënat e nevojshme lidhur me konstatimin dhe vlerësimin e gjendjes faktike. Gjendja faktike nuk është në anamnezë. Unë e pra po të thamë, na nuk besoj që është e gjyshërit e kështu. Unë e menoj, unë personalisht e kisha vërtu dhe me qenien e fëmis. Mia është hiperaktiv, na kemi sugjeruar te miku me shkuon shumë i lëvizshëm e tash me hiperaktivitetin, gjyshrit e tij janë pas 18, 60 diçka vjet, a munden me e këshyr? Janë duken që e këshyrin mirë. Po, munden me këshyrin. Në Drenas nuk kemi mri me e gjetë Vlorianin, punëtorin e qendrës për punë sociale. Sipas rregullave, kemi tentu edhe në telefon, edhe në email, por nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Krejt çka dim është që Qendra për punë sociale deri me datë 25 nëntor nuk ka ndërmarrë vizita të reja apo ndonjë vlerësim të ri për situatën. Përmes sharun ngjarjen e kemi telefonu edhe prokurorin e rastit. E kemi bërë këtë për shkak se prokurori, kur ka një informacion që një fëmijë ndodhet në familje ku ka dhunë, të paktën të njoftoj organet tjera të shtetit. E kemi telefonu prokurorin Musa Meaj, i cili e ka trajtu rastin. Ai prej bisedës na ka konfirmu që nuk e ka njoftu qendrën për punë sociale për ngjarjen e fundkorrikut. Prokuror, përshëndetje, si je? Mira. Jo, Madelina Ameti, gazetare prej Kallëzopikon prokuror. Mos po ju shqetësoj diçka. Përshëndetje, jo, ku gjëre që nda? Ajo çka po na duhet me ditë gjatë asaj kohe kur ju e keni trajtu, sepse e pasha këtë akuzën është ngrit prej anës juaj. A keni qenë njoftuar edhe për rastin tjetër që tu zhvillu karshi i palës në këtë rast pandehuret? Çfarë dhe i të tjetër? Ka qenë një rast për besimin e fëmijës, po. Ja, për atë rastivë, na nuk i kim, ato se kemë pas rastin vetëm për babën e vetë dhe nënën, është trajtu, po ashtu është kërku se kemë pas në shqetësim për i prindit ti se njëti ka probleme psikike, është bo kërkisa për egzaminim dhe është dalë që nuk ka probleme psikike, dhe sa për besim ato jo. A e keni di, po menoj është përmend si rrethon diçka, është përmend fëmia që e ka kë? Ka përmend prindit ti që është problemin duket prindit ti diçka për besim fëmijëve, po jo, nuk e kom pas. Sepse ideja është kështu prokuror. Ky personi tashmë ka marrë vendimin e gjykatës për vuajtje të dënimit edhe në anën tjetër veç po na duhet me ditë nëse ju paraprakish keni qenë në dieni edhe në bazë të procedurave për një rast të caktuar nëse ju jeni në dieni si prokuror, a duheni me njoftu qendrën për punë sociale si organ të kujdestarisë që me bo... Qendra për punë sociale, krejt ato i bojnë qendra për punë sociale. Ta jo lirë nën me paka shumë kujdeset kë baba i tina dhe nëna e tina. Po. Për në anën tjetër kjo është, po. Problemi është qendra për punë sociale, ata i kanë nuk i kemi, është edhe departamenti për fëmijët në shtetje. Aha, në rregull. Jo e keni pas veç rastin e dhunës në familje, po. Prindin këtë është trajtu në mënyrë të rregullt dhe të edhe shqetësimet që i ka pas prindit tina se po njëti për momentin atë, domethënë momentin që është tu fur, tu bisedu, po është agresive dhe për këtë arsye ka shqetësuar. Edhe ka pas një shqetësim se i njëti mos ka probleme edhe tjera. Nëse ai problem është sqaru nga IPSK-ja. Prokurori e policia nuk e ka njoftu qendrën për punë sociale për përfshirje në dhunë në familje të një burri. 3 muaj më vonë, punëtori social shkon në gjykatë dhe i kërkon gjykatës që
personit që në atë kohë ishte në burg t'i vazhdoj besimi i fëmijët. Pra, mekanizmat shtetëror i kërkuan gjykatës që një fëmijë t'i besohej një personi që ishte në burg. Në një bisedë të shkurtër, babai të dyshuarit i ka konfirmuar ekipit tonë se djali i tij ishte në burg dhe për fëmijën u kujdes aje dhe bashkëshortja e tij. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Apo flas me zotrin? Po? Zotrin, përshëndetje, qysh je? Jam Adelina Ahmeti, gazetare prej kallzo.com. Qysh po kalon? Mirë. Mos po të pengoj diçka. Jo, no. Zotrin, thira në lidhje me djalin e juj. E di që e keni tash nipin e juj tu e mbikëqyr. Po? E dashta mi ju pyet, a keni vendim prej qendrës për punë sociale për me u bë kujdestar ligjor për nipin e juj? Sepse tash djali është në vujtje të dënimit. Po? Dashta mi ju pyet, a keni vendim prej qendrës për punë sociale për me rujt djalin jo? Vendim? Vendim, po. Ja, kena rujt pa vendim. Edhe djali ka orë djali. Te përshu. Djalin e ju Po. e kanë lshu. Po, e ka këtë përstëduar në gjë orë. Që shikeni raportet me të zotri Lutfi? Po mirë, që në akor kena vizituar në burg, tash nuk keni keqe të kërko mirë. Sepse ai në burg është për shkak që ju ka rra juve dhe bashkëshortën e juj. Po, tash dhe shka më, po dhe huti tash ka kërtojsh. Mirë, edhe për momentin mirë. Dashta me të pyet, a punon në Kosovë, a rre në Kosovë? Herë Kosovë, herë jashtë, herë kështu. E kur shkon jashtë, juve ja u lën djalin me këshyr. Po, normal. Në ndërkohë, mekanizmat e tjerë të shtetit kishin vepruar. Paralelisht me besimin e fëmijëve, gjykata kishte zhvilluar procesin gjyqësor penal në të cilën i pandehuri është dënuar me 6 muaj burgim për sulmin ndaj familjarëve të tij. Ibrahim Berisha është avokati të pandehurit. Ai ka konfirmuar se nuk ka vendim të veçantë për gjyshrit që të kujdesen për nipin e tyre 6 vjeçar. Avokat, përshëndetje, qysh je? A je mirë apo lodhesh? Adelina prej kallzo.com. Qysh je, qysh po kalon? Mirë, faleminderit, jo? Mirë që është të punu ka pak, tu mundu me punu ka pak. Avokat, falem shumë që po të shqetësoj vështira, sepse jam të e trajtu një rast dhe po është jeni avokati i një palës, e do është me pas i Po? në Drenas. Kështu, avokat, do është me të pyet parjemisht për a e dini për çka është ai aktualisht në burg? Në vujtje të dënimit? Po, aktualisht në burg është për dhunë familje është. Që e ka shkatru ndaj nënës së tij nëse nuk gaboj apo? Me prind ka pas probleme pas. Me prind, po tash i ka te kalu ato mosmarrëveshje, po ka ndodhur ajo pas edhe këta janë pajtimit ai më kthyen në shpejt ashtu. Në rregull. Tash avokat është një çështje të cilën është u trajtuar në gjykat për besimin e fëmisë. Djalit që i kanë kërku tash besimin e fëmisë edhe nana dhe baba e djalit 6 vjeçar. Po, ja, ky djali që 6 vite jetë të baba i vetë, këtu në fshatet, e kom bikëshyrën e këtë ato, e di që ka bo një kërkesë, po me ndeni pa ditë, aja është bashkëshortja tina për besim fëmijës, të është në procedurë. Po, tash avokat, qysh parashijet ose qysh, po më interesën me ditë shpjegime, qysh ka mundësi që me pas besimin e fëmisë aktualisht, ende pa vendim të gjykatës është fjala, me qënë se ende është rasti. Po, kushta që s'ka vendim gjykatës. Ka vendim gjykatës për besim të fëmisë, do me thonë. Jo, ka më vendim gjykatës për fillë, apo kupton 6 vjetë ka që kërë ka fëmin bikëshyrje. E ka vendimin, ju ka refuzuar disa herë asaj në ish bashkëshorte, se aja jeton me qirat, dikun si mas gjykatës në fillim si më ka, në ma herë të ka pas tjetër kështë këtë qashtje. Ta që atë është problemi, është procedurë si për mendimi dhe anamneza e qendrës për punë sociale, e ka bo mendimin e vetë, i ka bo kontrollat në familje, e ka vlerësu të gjykata vendosë. Po, avokat, që shpjegohet faktit që kjo është në vuajtje të dënimit e kënej ka besimani? Po, ka prend, ligji thëtë, atë ligji i familje i Republikës Kosovës, për precizanoj këtë qashtën,
do të ka këtë gjyshin e ka. Edhe tash aja ka mbikëqyrjen e fëmijët, ata më shumë janë të lidhur gati edhe me ata edhe me këto tash ashtu. Po a ka vendim për gjyshrit që mu kon kujdestar ligjor? Për gjyshrit, ja nuk e di ka, po këta shiqet tash te në Kosovë din ligji definal, aty është shumë mirë thatë se ka nuk është përjashtimisht kur prindja aty e këshyr dikush që ka zotësinë e veprimit, edhe që në gjendje për më kujdes për fëmijën, për shembull ai gjyshi edhe çatë. Edhe fëmia vetë deklarua, fëmia është në gjendje vetë më deklaru. Në anën tjetër, nëna e cila po kërkon besimin e djalit të saj ka angazhuar avokatën Saranda Keqekulla. Avokatja konfirmon papërgjegjësinë institucionale në këtë rast dhe ka shpresë që një ditë drejtësia do të vihet në vend. Pala pas një kohe që e ka shkëput bashkëjetesën faktike me të paditurin, bashkëshortin e saj, për shkak të dhunës fizike dhe psiqike që e ka pas në mënyrë sistematike, e njëjta është detyru me u largu në orët e vonat natës nga shtëpia dhe në atë kohë fëmiu ka qenë shumë i vogël, disa muaj, akoma pa i mbushur 1 vjet, dhe në rastin konkret, fatkeqësisht pala të cilën unë e përfaqësoj, është fëmijë që është rrit pa prind dhe nuk ka pas edhe ku me marrë, nëse kish marrë fëmijën me vete, edhe s'kish pas ku me dërgu. Përkohësisht ajo është largu, e ka gjetë një vend strehem, ka fillu me punu, i ka kriju kushtet, në momentin që i ka kriju kushtet, e ka kërku fëmijën në kontakt, neve kemi deponu propozimin për mas sigurisë, fillimisht për kontakt, e më pas kur klientja në këtë rast i ka siguru kushtet e mjaftueshme për mirëqenien e fëmijët, e kemi bërë padim për besimin e fëmijët, ku kemi kërku besimin e fëmijët, sepse pala tash ka një biznes, ka të ardhurat mjaftueshme, ka një banes, ka gjitha kushtet ku fëmiu mund të rritet shumë mirë me nënën e saj. Edhe përkundër faktit se gjykata e pa ta aprovu masën e sigurisë për caktim të kontaktit, në fillim, kur është lëshu vendimi i gjykatës, kemi pas tepër vështirësi, ku pala vazhdimisht ka shku në kontakt, nuk i është sjell fëmiu, por derisa kemi shku edhe disa herë në polici, e kemi raportu rastin, sepse janë thirrë në një arsye se kemi ushtru ankesë, në ndërkohë masat e sigurisë, ankesa nuk e ndalon ekzekutimin. Për shkak të insistimit shumë të madh dhe të fuqishëm të palës, kemi arrit që me fillu me i bo kontaktet, normal fëmiu fillimisht një kohë gjatë nuk e ka pa nanën, edhe për fëmiu nana ka qenë një person pothuajse i huj, po me fillimin e kontakteve, afiniteti i nanës edhe i fëmijët ka fillu me u bo më i afërt, sa që tash mendzi nuk e pret takimin me nanën, edhe mendzi që e përfundon takimin me nanën. Në fillim ka mujt me i pas disa vështirësi, për derisa e ka kuptu se kjo është nana, mirë po nana të shku, të ju afru, të i dërgu dhurata, të e ledhatu, të qëndru një kohë pak ma gjatë me ta, ka arrit me fitu qitë lloj afiniteti me fëmijën e saj. Tash, na jemi të e kërku besimin e fëmijët, që sheceka ma lartë për shkak që i kemi bo gjitha kushtet, mirë po për shkak procedurave të cilat janë të zgjatur dhe për shkak që kemi të bëjmë me rastin region, edhe si që dini në rastin region është shumë vështirë me i realizu pola të drejtat, për shkak që është vendi ma i vogël, njerëz nifën mes vete, edhe pse ligje përcakton qartë se në cilat raste duhet të mos i besohet nënës fëmijët, në rastin konkret edhe organi i kujdestarisë, në këtë rast qendra për punë sociale, është rreshtu në krahun e të paditurit, edhe duke i ditur disa detaje që i njëjti sipas palës të cilën unë e përfaqësoj, e njëjta ka dalë nga shtëpia për shkak të dhunës fizike,
i njëjti në mënyrë të vazhdueshme, është sill në mënyrë agresive, i ka bërë presion fëmijët gjithnjë sipas palës të cilën unë e përfaqësoj, e cila i ka disa indizime nga kontaktet ku në kontakt me fëmijë në vend që të shfrytëzohet ajo pak kohë sa është e përcaktuar që nëna të ri me fëmijë, pala e paditur në këtë rast bën zhurma, i bën presion fëmijët që i njëjti ta rezistoj kontaktin me forma të ndryshme të shtrëngimit, që i njëjti ta refuzoj kontaktin me nënën, dhe kjo jo për shkak të dëshirës së fëmijët, po për shkak që me e shkatru palën të cilën unë e përfaqësoj. Unë e kam një anamnezë të qendrës për punë sociale, e cila daton prej 20 mars 2024. Është një anamnezë që qendra për punë sociale në Drenas e ka bu, e ku ka dhonë mendim që si organi kujdestarisë, që m'ia dhon besimin babaj, sepse i njëjti ka tregu gatishmëri me e rrit fëmin. Do me thonë, këto që po i përmend ti, vështërsit në komunikim, vështërsit pas vendimit të gjykatës m'ia dhon kontaktin, m'ia dhon hapësirën për kontakt mes nënës edhe fëmijës. Këto në këtë anamnezë, e cila daton që nga marsi viti 2004, periudhë kur edhe është nis procedura për besimin e fëmis, nuk figurojnë. Qysh është e mundur nëse pala ka njoftu edhe QPS-ja? Unë mendoj se kjo anamnezë është skandaloze për faktin që nuk i plotson as kushtet minimale, për arsye se edhe në rastin kur është pyet lidhur me të ardhurat financiare, nuk mjafton vetëm gatishmëria. Punëtori social është përgjigjur se nuk e kanë pyetur. Do thotë kjo e tregon më shumë seriozitetin dhe përkushtimin e një punëtori social që e jep një vendim shumë të rëndësishëm, sepse qendra për punë sociale mirët ekskluzivisht për mirëqenien e fëmijëve, aty ku është gjeneza e çdo familje. Dhe nëse në raste të tilla, nëse në institucione të tilla kemi lëshime, atëherë kjo është shumë keq. Kjo është skandaloze, do të thotë si shoqëri e kemi humbur. Anamneza e dytë, e cila përkram në anamnezën e parë, për shkak të kërkesës juve si avokate e nanës në këtë rast të fëmijës 6 vjeçar, është bo në korrik të vitit 2025. Apo? E cila anamnezë thotë se është e njëjtë me atë të marsit të vitit 2024. Pra sërish qendra për punë sociale vendos me dhënë mendim që t'i besohet fëmia babës në këtë rast, tu e pas parasysh edhe një fakt tjetër që jo e keni ngrit në seancën e datës 5 nëntor 2025, që babai aktualisht, edhe në këtë kohë kur ne po e zhvillojmë intervistën, gjendet në vuajtje të dënimit për lëndim të letë trupor dhe kanosje. Po, faktin se babai i fëmijët, në këtë rast ish bashkëshorti i palës time, është në Borg, e ka mësuar nga pala të cilën e përfaqësoj, ku të njëjtën e ka njoftu, do të thotë, nëna e ish bashkëshortet se jam detyru me raportun polici për shkak të dhunës fizike që i njëjti e ka ushtru në nënën e tij. E kemi një djalë 6 vjeçar, i cili ka 2 prindër gjallë, njëri e ka në Burg, tjetri është duke kërku besime, nëna në këtë rast. E kemi një gjykat që po i den këto rrethana. E kemi një qendër për punë sociale që po i den këto rrethana. Dhe pra vazhdon me e mbështet një deklarim apo mendim që fëmia me ju besu babës. Qysh a lejohet kjo? Pikrisht për këto arsye, unë kam kërku mendimin edhe punëtorit social se ai nevojitet edhe njëherë ta plotësoj për shkak të ndryshimit rrethana anamnezën sociale, për shkak që në rastin konkret tash na pedina që baba është përdhun familje në Borg. Edhe pse punëtori social gjatë gjithë procedurës është bërë kinë se nuk e ka ditur, fakt këtë të cilën sipas palës që unë e përfaqësoj nuk qëndron, dhe kam kërku tash që u njoftut se i njëjti është në Borg, atë nevojitet kohë shtesë për me e plotësu anamnezën, për shkak se unë nuk di qysh organi kujdestaris mundet me jap një mendim. Mi u besu fëmiu një personit dhënshëm, kur nana është gjallë, nuk ka nevojë që punëtori social ta përmend lidhshmërinë e fëmijut me gjyshit dhe gjyshrët, për faktin se jam person i tretë dhe ata vinë në shprehje vetëm nëse nëna hek dorë.
dhe bazuar në ligjin për familjen, në raste kur personi i cili e ka pas kujdestarin për fëmijën, në këtë rast babai, është i padenj. Realisht ai për momentin është i padenj me u kujdes për fëmijën, sepse është në burg dhe nuk ka kur lloj kontakti me fëmijën. A ka vendim specifik i cili i inkuadron palën e tretë në këtë rast në bazë të ligjit për familjen, ku besimi i fëmijës në rast se nuk janë të denj dy prindrit, i jepet një personi të tretë në këtë rast? Janë gjyshrit personi i tretë, po konsiderojmë sepse fëmija është. Në rastin konkret nuk ka asnjë lloj vendime. Shikues të nderuar, ishte ky një denoncim tjetër i një ngjarje e cila ka ndodhur në një familje në Drenas. Sërish, i tërë zinxhiri institucional i cili trajton dhunën në familje kollapsoi duke rekomanduar që një të burgosuri, të dënuar për dhunë ndaj nënës dhe babait të tij, t'i besoi fëmijën 6 vjeçar. Ai tash është liruar dhe djali vazhdon të jetë nën kujdesin e tij. Mbesi me shpresë që pas këtij emisioni, gjykata do e kuptoj qartë sjelljen e qendrës për punë sociale dhe të ndërmarrë masa për zbatimin e ligjit. Shikues të nderuar, ky është reportazhi i përgatitur nga kolegja Adelina Ahmeti. Shpresojmë që përgjegjësit e këtij skandali të nxirren para përgjegjësisë dhe shteti ta trajtojë këtë problematik kaq serioze. Në ndërkohë, në kallzo.com kemi pranuar disa informacione rreth disa tendereve në komunën e Vitis. Kallëzuesi na ka ngritur dyshime për keq menaxhim në disa tender të rrugëve në komunën e Vitis. Fjala është për tender të rrugëve të cilat janë dhënë nga komuna e Vitis. Kur kemi nisë me gjurmu në dokumente, kemi zbuluar një fakt interesant. Menaxheri i prokurimit në komunën e Vitis është Fadel Abazi. Zotni Abazi, kur e kemi hulumtuar, na ka dalë që nuk ka një certifikat të prokurimit publik. Sipas ligjit, personi i cili nënshkruan kontrata në emër të komunës duhet të ketë një certifikat profesionale të prokurimit publik. Një vendim të cilin e kemi siguruar tregon se certifikata zotni Fadel Abazit i është anuluar me 31 maj 2021. Për me verifiku këtë informacion, ne kemi kontaktuar Komisionin Regulativ të Prokurimit Publik, vetë Fadel Abazin dhe avukatën e tij, e pashtu kemi provuar të kemi një përgjigje edhe nga kryetari i komunës së Vitis, zotni Sokol Haliti, si zyrtari kryesor administrativ i komunës. Gjatë këtij emisioni do t'ju shkoj me rend fakteve. Faktet tregojnë që shefi prokurimit në komunën e Vitis, Fadel Abazi, ka nënshkruar dhjetra kontrata të prokurimit publik nga viti 2021 deri në 2025, anise, sipas institucionit të KRPP-s, i njëjti nuk posedon një certifikat valide të prokurimit. Fillimisht, informacionet për me i konfirmu, ne kemi shkuar në komunën e Vitis për me taku zotni Fadel Abazin, shefi prokurimit në këtë komunë. Zotni Abazi nuk ka pranuar me na dhënë një intervistë. Kur e kemi takuar në zyrën e tij, ai ka thonë që Komisioni Regulativ i Prokurimit Publik nuk e ka vlerësuar të gjitha faktet. Sipas Fadel Abazit, ai e ka certifikatën. Zotni Abazi, përshëndetje. Si e? Mirë, si. Unë jam Valone, ja. Valone, si. Si ka lutë? Që mirësi e ti vjetë? Mirë, faleminderit. Shpo ka janë? Ka pak mirë, jo? Mirë. Me punë? Të qalë më. A keni certifikat të prokurimit? Po më qësë më ke, po më parë certifikat, po dhe një persona ka i garë me lytë me shefin. KRPP-ja na ka thonë që ju nuk keni. S'la këtë dhe prej, që shpo më lene për në këtë dhe. A ju ka njoftu që s'ban me nënshkru kontrata? Kam shumë, ja kam quë, kam avokatin, më ka quë avokati shënimet. Dhe ma mu ma ka konfirmu. Mu ma ka konfirmu. Ja, që ka e së dane, kam quë dhe njerë, në në njerë kam quë. Kur e keni quë? Dokumentacion, masane kam përcjellë më njerë. Kur, cilin? Se ata 2023 ju kanë njoftu që ju nuk ban. Po, të nëna kena shumë 2023, në e që të mimellën që i kanë njoftu, ata nuk e kanë harru qatë mimellën. Po, unë e këto informata e këmë konfirmu tash, së fundmi. Po, të prani me lidhe.
Pa nga një muje. Jo. Do më thonë, informatat që unë i kom konfirmu në KRPP, thonë që ju nuk keni certifikat. Kur. KRPP me datën 1 mars 2020 ju është drejtuar me email zyrtarit Fadela Bazë duke informuar. Komisioni Rregullativ ka pranuar vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës, ku shfrytëzohet vendimi i Këshillit, vendimi paraprak i datës 22/6/2021 me numër protokollit. Pra, mbetet fuqi vendimi KRPP-s për revokim të certifikatës së prokurimit. Rrjedhimisht nuk mund të nënshkruas. Ka kemë një spjegim që ti si kënë E ka konfirmu KRPP përmes gjykatës themelore në Prishtinë? Është kronologjia. Qëta se kanë. Qëta se kanë qukorte me qëta të gjykatës. Dhe ata nuk kanë të gjykatës kur gjatë. Thojnë, ama nuk kanë. KRPP-ja po thojnë se kanë, ha? Ja s'kanë kur gjatë. Po, ju pa e pas certifikatën valide, a keni nënshkru kontrata? Po, është që nalë, është 12 ditë. A keni pas drejt? Sepse mu KRPP-ja më thotë që është e paleshme. Jo, besem. Në KRP, kur të e paleshme, KRP ata merë sisteme, veç ma që një njëftim dhe të episodit të s'ki qasë. Ajo ka thonë që nuk ka njëftu ju e që ju s'ban me nënshkru. Procedura... A mundesh me në alonë një intervist me shpjegu që ka ndonë në shqipë? Shkam nevoj, kam avokatit, më s'u me dhe intervist. Unë veç pyes edhe njerë, nëse ju keni nënshkru pa certifikat valide, a i keni shkel ligjin? Jo, a i bjen që keni shkel ligjin, se KRPP-ja më thot po. S'kom Kam kontrata që keni nënshkru. Nuk se nga përgjësia, nëse ndodhë që kesha pëllur e përgjësia është e barabartë. E kujtë? Sa është e jemja atyre që nga lamë. Nuk të lekër e PPA me nënshu, është o njeri. Nëse ka gabu avokati? S'ka avokati, shkojnë në borga vëlla mas pra me e kom një ka na? A ka për të se në borga me shku? Ta bile këtë punë se kam më zi heqa, du se e nëzirë edhe një liber kur shkojnë në borga. Nëse më kom njerë pa drejt nga në mojt, e kam një roman të shku. Hazër e kam të shu që aveton një roman e qës. Po motivohesh, ha? Motivohër në ode. Se kam këtë problem. Po nëse më konë 2 muaj të bërë prokurqenjë, për çështjet prokurimit prapë edhe aty. Po, për çështjet prokurimit e kam vendime plot fuqishëm që jam i pafajshëm, veç na kanë qenë politikisht. Por, të dhënat e hulumtuara tregojnë diçka tjetër. Ne shikues të nderuar, e kemi siguruar vendimin e datës 31 maj 2021, me të cilën KRPP ia revokon certifikatën Fadela Bazët. Ndaj këtij vendimi, Fadela Bazë kishte ushtruar një ankesë në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës. Ky institucion, me 22 qershor 2021, kishte marrë një vendim me të cilën kishte pezulluar vendimin e KRPP-s për revokim të certifikatës ndaj Fadela Bazët. Tutje shikues të nderuar, ne kemi siguruar edhe një vendim tjetër. Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës me 20 janar 2023 kishte nxjerrë një vendim të ri. Vendimi pezullon të procedurën administrative të nisur nga Fadela Bazë dhe, në pikën e dytë, vendimi shfuqizon të vendimin paraprak të datës 22 qershor 2021. Për të sqaruar këtë situatë shikues të nderuar, unë kam kërkuar shpjegime edhe nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. Ta dëgjojmë përgjigjen e tyre. Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik me datën 31 maj 2021 ka nxjerrë vendimin për revokimin e certifikatës profesionale për menaxherin e prokurimit të autoritetit kontraktues Komunës së Vitis, Fadela Bazë. Menaxheri i prokurimit Abazi ka ushtruar ankesë për pezullim të ekzekutimit të vendimit lëshuar nga KRPP në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës. Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, me vendimin e datës 21 qershor 2021, ka vendosur që ta aprovojë kërkesën për pezullim të parashtruar nga ankuesi Fadela Bazë dhe ta pezullojë ekzekutimin e vendimit të bordit të KRPP-s të datës 31 maj 2021 deri në shqyrtimin kryesor dhe vendosjen e ankesës së datës 10 qershor 2021. Lidhur me këtë, KRPP me datë 5 korrik 2021 ka kundërshtuar vendimin e KPM-SHCK-s, duke i kërkuar edhe një herë rishikim të vendimit në të kundërtën, duke shpreh gatishmëri për të ndjek rrugët ligjore dhe çështjen ta dërgojë në gjykatën kompetente. Duke mos pasur një reagim nga KPM-SHCK, KRPP me datën 19 korrik 2021 ka dërguar lëndën në gjykatën themelore në Prishtinë, Departamenti për çështje administrative duke kërkuar anulimin ose shpalljen e pavlefshme të vendimit të datës 21 qershor 2021.
KPM-SHCK me datën 20 janar 2023 nxjerr vendimin duke pezulluar procedurën administrative të nisur sipas ankesës të datës 10 qershor 2021 të ankuesit Fadil Abazi, ndërsa shfuqizon vendimin e Këshillit të datës 21 qershor 2021. Me shfuqizimin e vendimit të datës 21 qershor 2021, vendimi i datës 31 maj 2021 i nxjerr nga bordi i KRPP-s mbetet në fuqi. Fadil Abazi ishte njoftuar përmes një emaili nga KRPP që nuk mund të nënshkruante kontrata në emër të komunës. Ky njoftim, sipas KRPP-s, kishte ndodhur me 1 mars 2023. Për ta sqaruar këtë situatë të krijuar në komunën e Vitis, ne kemi provuar të kontaktojmë edhe me kryetarin e komunës, zotin Sokol Haliti. Haliti nuk ka pranuar të na jap një intervistë dhe na ka sugjeruar të takohemi me një zyrtar ligjor nga zyra e prokurimit. Alo, përshëndetje. Kryetar si jeni, jam Valon Fona, pjotiri nga kallzo.com. Valon Fona, gazetar në kallzo.com. Zotni Haliti, mirë faleminderit. Ka marrë në viti, jam duke trajtu një temë e cila ka të bëjë me shefin e prokurimit, Fadil Abazi, për cilin ne kemi disa informata që nuk ka certifikat valide të prokurimit. KRPP-ja na ka konfirmu një gjatë tillë. Unë jam për momentin në shesh, patëm dëshirë me ju taku, me sqaru edhe me na dhënë intervistë rreth këtij rasti. Unë jam në zonë, nuk jam po çepë dërga juristin aty që punon, kam juristin aty që punon te zyra që të jap skerimet me njerë. Ku jam fillojmë anësh? Jam para komunës vjetër që unë porosit burimin jurist me njerë janë për pak. Jo, a mundin me na dhoni një shpjegim, a keni qenë njoftuar pe KRPP-s që ai s'mundet me nënshkruaj? Jam në zonë telefon, balon tash pas ban, lutem. Në rregull, po e pres, po e Këto terminet ja asë më lutem tash. Lutem që për para komunës, se ta më me mu taku, ne të terminet, në problem këtu. U bo. Amo jo kështu ti më të dolese, unë çfarë jam në zonë të shërbejtë. Jo, unë veç pyeta. Ja, po ti më son merr ashtu se ti të më puna. Tash uj, lutem. Në rregull, bo. Lutem kodeksin, unë respektoj, po të respektoj, lutem. Patjetër, unë veç ju thira më ju pyet direkt. Ti më son tash më pyetje mu këtu, a vëde. Po pse më morë se gazetarja, mos zotni. Ai po jam në gonë që shërtoj në do edhe forma. Po dhe na kem drejtë më ju pyet bre, zotni Haliti, a kem drejtë më ju pyet? A kem drejtë na më ju pyet, zotni Haliti? Ja, dëgjom, sa të ndërmen ki drejtë, ki zyrën e ki ketë, unë po të shërbejtë, ti po përdojrë formë ju atë kotë. Jo bë, është forma ma normale e një gazetari, zotni Haliti. Zyrtari ligjor në zyrën e prokurimit në komunën e Vitis është Burim Sadiku. I njëjti na ka sugjeruar që të kontaktojmë avokatin e Fadil Abazit për ta kuptuar saktë çështjen. Në një intervistë për Kallzo.me, Hajzer Salihu ka shpjeguar komunikimet mes tij dhe KRPP-s. Sipas tij, klienti i tij padrejtësisht po përballet me revokimin e certifikatës së prokurimit publik. Bordi i KRPP-s në këtë rast bën 2 shkelje me rastin e nxjerrjes vendimit për revokim të licencës certifikatës. Shkeljen e parë e nxjerr jashtë afatit vendimin, sepse është e përcaktuar atje që në momentin kur komisioni që e shqyrton landën e dërgon raportin me rekomandim, rana 10 dite bordi duhet nxjerr vendim dhe nuk e nxjerr me rana 10 dite, nxjerr për një periudhë shumë më gjatë, jashtë afatit domethënë vendimin që në aspektin e dispozita të KPP-s është akt administrativ i palegjshëm për shkak se është nxjerr jashtë afatit dhe e dyta bën shkeljen tjetër e cila është në kundërshtim me rregulloren për revokimin e lejeve certifikatave, sepse është në bazë të rregullores është i obliguar që me ju përmbajt rekomandimit që e bën komisioni. Nuk mund del jashtë rekomandimit. Domethënë komisioni i shqyrtimit të landës i rekomandon që s'ka shkelje dhe duhet pushohet procedura, bordi i KRPP-s nxjerr vendim dhe ja revokon certifikatën. Vendimin e tyre ka pas një lloj tendence gjatë gjithë kohës ndaj zyrtarit përgjegjës prokurimit. KRPP-ja gjithashtu thotë që ky ka qenë recidivist, po shkels që i ka përsërit shkeljet e ligjit të prokurimit. Se nuk ka marrë mos atër më herët. Jo, nuk kam informata. Rasti i parë që ka pas klienti im ka qenë ky rast.
Dhe kë Me juve, sigurisht, sa nështë ka pas kaluar. Unë nuk e di që ka me dikën tjetër, edhe nuk më ka thonë që ka pas rast më herët. Është rasti i parë që është ballafaqur me. Ka qenë arrestuar për çështje të prokurimit. Kjo është mbrapa, kjo është mbrapa. Po sipas KRPP-s kjo ka qenë, po. Do dalë edhe atë. Kthehemi te vendimi i Këshillit. Po, te vendimi i Këshillit. Sa i përket vendimit të Këshillit. Është pezullu procedura, është fuqizu vendimi i Këshillit. Po. Tash ti çka thot? Kur e marrin informatën që ka një akt akuzë ndaj klientit tim, Këshilli mbi bazën e 85 të ligjit procedurës përgjithshme administrative si çështje paraprake, thotë me çështja është e njëjtë. Derisa të vendosë gjykata lidhur me akt akuzën që është ngritur ndaj zotit Abazi, ne e pezullojmë procedurën e trajtimit të ankesës. Ndërkohë e shfuqizojnë vendimin që e kanë nxjerr vetë në 2021 për pezullim të efektit, se ka thonë për shkak se nuk ka nevojë me ky vendim, për shkak se vetë neni 130 ex lege e pezullon efektin e vendimit. Do më thonë e bojnë një përmirësim të atij vendimit. Po kjo nuk nënkupton që ju trajtu ankesa. Nuk ka trajtim të ankesës akoma edhe sot. Sot e kemi një akt gjykim lirus për zotin Abazi. Avokat, para se me kalu të ajo. Po më intereson, shfuqizohet vendimi i Këshillit i datës 22/06/2021 me numër protokollit. Pra, vendimi i KRPP-s që ja ka revoku certifikatën zotin Abazit është shfuqizu. Ka mbet në fuqi vendimi i KRPP-s. A kuptoj ka unë drejt? Jo. Çfarë nën kupton kjo? Kjo nën kupton se këta kur është bërë kërkesa për pezullim të atij vendimi, hala pa vendosur për ankesën e parë në 2021, Këshilli e ka marrë një vendim edhe ka pezullu efektin e vendimit. Nuk si mas fuqisë ligjit nuk ka nevojë me marrë vendim hiç. Sepse ligji e ka marrë çat vendim. Okej. Po vendimi i Këshillit nuk e vendimi i Këshillit, dispozitat që ka shfuqizuar vendimin nuk e shfuqizon dispozitën ligjore. Cilën dispozitë? 130 paragrafi 1 të ligjit procedurës përgjithshme administrative. Ajo është dispozitë ligjore e cila ka efekt pezullues ligjor. Me automatizëm, momentin që e parashtron ankesën, efekti i vendimit ndaj cilit e parashtruar ankesën. Folëm për publikun avokat, sa më qartë. Vendimi i KRPP-s për certifikat një herë është pezullu. Ja, ato ka pezullu momentin që ka bë ankesë është pezulluar. Po, nga Këshilli. Nga Këshilli, po me vendim, po folëm me vendime. Po. Me vendime. Pastaj Këshilli vetë quhet e shfuqizon vendimin e vet, që i bie logjikisht certifikata vendimi i KRPP-s ka mbet fuqi. Jo, nuk i bie. A shpjegona pse? Sepse është e përsia e dispozitave. A është më e fuqishme një dispozitë e ligjit, a një vendim i një organi. Që vendimi i organit mundet me konë i kundërligjshëm. A e keni këshillu jo klientin e juaj që mund vazhdoj punën në nënshkrimin e kontratave? Unë nuk e kam këshillu klientin, unë i kam dërgu shkresë edhe KRPP-s, edhe kryetarit komunës Vjetis, i kam thonë ju jeni të obliguar me përderisa nuk ka një vendim lidhur me ankesën e muajit 6 2021, ju jeni të obliguar me zbatu institutin e pezullimit të fuqisë sipas ankesës. Kaq e thjeshtë është kjo. Nuk është faj i klientit tim, e as i një pole që pretendon që ju ka bëhe pa drejt, pse nuk vendosin organet. Ky e ka dorëzu ankesën, ka pas një njoftim në 2021 që nuk është, edhe njoftimi është akt administrativ. Na jemi shku kundër këtij njoftimi, pse s'na u ka trajtuar ankesa e jo në Këshill. Gjykata ka vendosur në favor të zotit Abazi, e ka aprovu pa din, e ka kthy çështjen në rivendosje dhe ka detyruar Këshillin në 30 ditë me vendos. Këshilli e ka pezulluar për shkak të një procedure tjetër, për shkak të çështjes paraprake. Dhe e ka shfuqizuar një vendim, përmendën edhe këto. Po pak rëndësi ka, ndërsa se ti po insiston gjithmonë që Unë po insistoj sepse insistimi i KRPP-s është. Është i gabun. Është i gabun. Secili jurist, pretendimi juaj ndaj pretendimit një uri bazike e din që vendimi nuk mund ta shfuqizojë dispozitën. Për rastin, kritika kanë adresuar edhe nga Partia Lëvizja Vetëvendosje në Viti. Pra sektori më i rëndësishëm i institucionit komunal, pra pjesa e prokurimit dhe personi më i rëndësishëm shefi i prokurimit në komunën e Vitis, aktivitetin e tij, të më thonë në atë pjesë, është duke e zhvilluar pa certifikat. Komuna e Vitis njihet për shumë skandale të ndryshme, gjatë të më thonën aktiviteteve të ndryshme, më specifikisht kryetari Sogol Aliti, e një ndër skandalet më të rrezikshme, si opozit, ne mund ta quajmë domethënë këtë pjesë, për shkak se është e pa imagjinueshme se si, domethënë një zyrtar i tillë kaq i rëndësishëm ta zhvillojë domethënë procesin e aktiviteteve të tij pa certifikim.
Natyrisht se për ne kjo ka qenë e papranueshme, për ne po edhe për shumicën e qytetarëve, për shkak se kjo është temë diskutimi që dohet vazhdimisht. Edhe kjo ka qenë, domethënë, diçka, një pjesë e cila e ka detyruar kryetarin Sokol Haliti që edhe me gënyrë publikisht ai disa herë kur është përmend kjo pjesë, qoftë edhe te pjesa e kuvenit komunal, por qoftë edhe te pjesa ku ne kemi bërë debate të ndryshme mandej të cilat janë bërë mediatike. Domethënë, kryetari Sokol Haliti në vitin 2021 kur është pyetur se pse është duke ndodhur kjo në komunën e Vitis, sidomos në vitin 2021, domethënë shefi i prokurimit të Vitis është marrur licenca, dhe ai ka vazhduar punën e tij, nuk është ndruar, kjo është shumë e rëndësishme, përkundër faktit që është kthy licenca prap, ai ka vazhduar aktivitetin e vet. Se si funksionon domethënë pjesa e përzgjedhjes së personave të tenderëve në komunën e Vitis. Domethënë më specifikisht janë zgjedhur njerëz të afërt të zyrtarëve komunal, njerëzve që janë të afërt me kryetarin, njerëz të cilët kanë punuar për subjektin e LDK-s, domethënë në mënyrë kështu shumë të detajuar është pasqyruar se çfarë katrahure ndodh me tenderet në komunën e Vitis, gjë që edhe në komuna tjera më të mëdha nuk ka pasur kësi raste të tilla. Shikues të nderuar, gjatë takimit me Fadel Abazën dhe avokatën e tij, kemi kuptuar që shefi prokurimit publik në Viti kishte pasur një akt akuzë për korrupsion. Vetë Abazi, por edhe avokati i tij kanë deklaruar që në fund të procesit, shefi prokurimit në Viti ishte liruar nga akuza. Të dhënat e hulumtuara tregojnë që me 27 tetor 2021, Prokuroria Themelore në Gjilan kishte ngritur akt akuzë ndaj Fadel Abazit dhe disa zyrtarëve të tjerë publik në komunën e Vitis. Të njëjtit dyshoheshin për keqpërdorime në një tender për shtrimin e disa rrugëve në komunën e Vitis. Rasti ishte trajtuar dhe gjykuar nga Gjykata Themelore në Gjilan dhe me 27 maj 2024 kishte nxjerrë një akt gjykim që lirohente nga akuza zyrtarit publik të komunës së Vitis. E kemi marrë dhe e kemi analizuar akt gjykimin e Gjykatës së Gjilanit, shikues të nderuar. Mes tjerash, kemi vërejtë një emër që për ne tregon diçka. Fisnik Loshi ishte angazhuar si ekspert gjeodet për të bërë një ekspertizë. Fisnik Loshi, shikues të nderuar, është pronari i kompanisë private News SHPK. Hulumtimi i unë tregon që kjo kompani ka marrë tender nga komuna e Vitis edhe para se të bënte ekspertizë në rastin ku akuzohej shefi i prokurimit, por edhe pas ekspertizës. Ekspertiza e Fisnik Loshit në rastin ku po akuzohej shefi i prokurimit të komunës së Vitis ishte e rëndësishme për trupin gjykues që nxori të pafajshëm zyrtarit publik. Loshi kishte konstatuar që dyshimet e ngritura për keqpërdorime nuk qëndrojnë, e po ashtu nuk kishte dëmtuar buxheti komunal. Por, në fund të akt gjykimit vërehet një detaj interesant. Gjykata kishte refuzuar pretendimet e një ekspertize tjetër, e cila ishte përpiluar nga Fahri Shaqiri, por në fund ekspertiza pa ndonjë shpjegim tjetër në akt gjykim ishte refuzuar. Ne, shikues të nderuar, kemi telefonuar Fisnik Loshin për ta konfirmuar nëse ai ka dhënë një ekspertizë në rastin ku akuzohej shefi i prokurimit të komunës së Vitis. Alo, përshëndetje. Apo bisedoj me zotin Fisnik Loshi? Zoti Loshi, si e, mos pëpengoj diçka? Jam Valon Fana, gazetar në kallxo.com. Zoti Fisnik, kom thirrë me të pyet, e kom pa në një proces gjyqësor që qeni angazhuar si ekspert gjeodet. Tek rasti Fadilit, Fadel Abazit të komunës së Vitis. Do të thotë është një akt gjykim që është marrë, ju jeni ato si ekspert gjeodet, unë deshta me të pyet, ju keni marrë edhe tenderën komunë Vitis, me sa unë e kom pa. E në kohën kur keni qeni angazhu në rastin e tij, a keni marrë një tender? Ka qenë një rast dhe thëtë ku ju keni bë disa motje për një rrugë me kështë pretendimi ka qenë që ka qenë ashtrune me zhavar dhe ka qenë gryer prej asfaltit. Po, a keni qenë të angazhun, a keni qenë i propozun prej gjykatës, prokurorisë apo pala?
Jo jemi kontakt prej fakultetit. Ju a keni po që mundet me qenë konflikt interesi me qenë se keni marrë tendera dhe edhe pasi e keni bo këtë ekspertizë, keni marrë tendera për komunës Vitis, me sa unë e kom po. Po, ju e keni dhënë një ekspertizë për rastin e shefit prokurimit atje dhe a mendoni që ka qenë konflikt interesi me qenë se ju paraprakisht keni marrë kontratra për vetë zotit Abazi? Nëse nuk ka bëj kërkesa për gjykatës ka qenë me dalë me motë një si përfaqe trupës. Unë kom dalë me motë një si përfaqe trupës. Qartë, ka qenë në favor të zotit Abazi apo ka qenë kundër? A ju kujtohet? Po, qartë, nuk është edhe shumë gjatë kohë. Jo, a keni marrë pas dhënies së kësaj ekspertize ndaj tender tjetër në komunën e Vitis? Kemi pas kontratë me komunën e Vitis. Në vitin 2024 me sa, por sa ka qenë shuma? Nuk kujtohet, pas start të një kom partner në konsorcium dhe të të një kom partner i A keni naj, a njëri ju zotin Abaza, a keni naj lidhje? Valla jo, nuk e një. Shefi prokurimit, pues nuk e kom taku asnjëherë, nuk e një. Fadil Abazën se keni taku asnjëherë? Personalisht, jo. A mendoni që ekspertiza ju i ka qenë në konflikt interesi? Ju a u zhdosht me dhonë këtë ekspertiza? E keni bisedu me gjykatën, me prokurin? Konflikt interesi nuk isha marrë atë mënda. Nëse unë e kom ty pas vetëdijë me konflikt interesi në tatë vjen që ishte duke kom ditë. E kom lepuar, por ekspertiza si ekspertizë, ato e të përfaqet nacionale që vërtetohen, është që është të pamë dhe i makune, në të mundët i matë kushda. E vërtë nga është të me pamë lejten fakultetit ishme i gjujtë, kësu pohë nuk është i kom bo me qëtë, asnjëherë. Ju jeni mësimdhënës, student, apo në gjatë kohën kur e keni dhënë këto? Mësimdhënës dhe i vitën e katëm, për 14 vite në fakultetin e sanitarisë, më ne ka ekzistuar nëse nga bëjnë memorandum mes gjykatës dhe fakultetit, e fakultetit ne ka shpërndarë dhënë se që na ka vetë për kushtë të lënjanë ka me marrë, për që ato që më arrangjoj që ato dashme dhe marrë një kyrë. Pra ka qenë rastësore? Po, kjo është të sigur, për ta mund një zvetu të dekanatit me... Unë po nderuar, faleminderit shumë. Në situata të tilla, kur mund të ketë konflikt interesi, prokurori i rastit duhet të kërkojë përjashtimin e ekspertit. Në këtë rast, nuk kishte kërkuar një gjë e tillë. Prokurori i rastit në atë kohë kishte qenë prokurori Isuf Sadiku. Ta dëgjojmë bisedën me prokurorin Sadiku. Përshëndetje. Unë jam Valon Fona nga Kallxo.com, gazetar. Jemi të trajtu një rast. Keni qenë prokuror tek landa e Fadil Abazit, shefi prokurimit në Viti. A ju kujtohet? Ne a kemi po në akë gjykim që ka qenë një ekspert geodet, një person i cili dhe më thonë na, si pas hulumtimit tunë, ka dalë që ka qenë edhe njëri që ka morë tendera në komunë Vitis, i njëjti dhe më thonë Fisnik Loshi është morë edhe si ekspert geodet. Na deshtu me u pyet juve si prokurora keni qenë dijeni që i njëjti ka marrë tendera edhe para dhe pas ekspertizës që e ka ofruar. Kallxo.com. Valon, tash nuk e di e rasti vjetër është, së më kujtohet, mos më kujtohet se ka pas shumë raste. Konkretisht, as më kujtohet ku shumë kone ekspert, as me emra së më kujtohet. Sepse na e kemi gjetë prokuror që eksperti geodetit dhe thotë Fisnik Loshi ka marrë në kalumen tendera në komunë, dhe më thonë ju ka nënshkru kontratat për i vetë njëri që ka qenë i akuzuar. Tash e veç më me folë me hamendësim se nuk më kujtohet. Nëse e kishit ditë, a ishtë dasht me kërku tërheqjen e këtij eksperti prokuror?
A mundet më konsideru konflikt interesi, që kjo është pyetja jonë, do të thotë nëse ai ka marrë tendera nga vetë i akuzuarit, tash si ekspert. Hiç nuk më kujtohet, as si emër, vetëm nuk kujtohet. Si emër, nuk kujtohet. Ai pretendoi që ka qenë nga fakulteti i angazhuar. Nga fakulteti. Shumë me forma mencime se ish kurrë. Boni kërkesa dhe ti boni kërkesa ti opi nga ato shkresat e Londrës, për më tepër s'u di çfarë më thon. Nuk kujtohet as si emër, nuk kujtohet. Po në raste të ngjashme prokuror, a është konflikt interesi nëse angazhohet një ekspert i tillë i cili ka marrë tender prej komunës, prej vetë zyrtarit? Nuk e di se kom ligjin mi lexu ato përjashtimet që kërkohet, ashtu përgjithësi më me folë se mos e kom ligjin ose di kush është ky person, çfarë ka pas bëj me lon, unë më me folë që në hava që thonë fjalë popullore, se nuk e di. U bë prokuror. Ka kjesë në qofë se në qështu, kështu jam, ju vini për që ullum të use kështu, së di që më tonë. Po në situatat ngjashme veç po më intereson prokurora, a do të më kërku më tërheq? Nuk e di në tash të s'më me thonë ashtu. Po ju kuptoj. S'më me thonë për gjë, për shkak se nuk e kom kështu me thonë kur faj informacione s'kom deri në këtë minutë që më thirë ti për qëtë emër ose qëtë person. Për kundër dhe asaj që ka pas shumë raste, këtë person që po spedit të qëllë rast ka mujtë më kohë. Në qofë se ka qenë. Shikues të nderuar, kemi ndjekur një denoncim për një situatë të pakuptim në komunën e Vitis. Zyrtari i prokurimit është kontestuar nëse ka të drejtë të nënshkruaj kontrata, ndërsa eksperti që është angazhuar për të kryer ekspertizën në rast penal ndaj zyrtarit është njeri që merr tender në komunë. Prokuroria nuk e ka trajtuar këtë çështje në aspekt të konfliktit të interesit. Është e qartë se në këtë rast duhet të ketë një trajtim serioz për rrjedhën e kësaj procedure. Siç e paralajmëruam në fillim të emisionit, në pjesën e fundit të emisionit do të transmetojmë operacionin e ekipeve të Kecit në gjurmimin e vjedhjeve të energjisë elektrike të bizneseve të vendit. Ta ndjekim. Ndër faktorët kryesorë që ndikon në rritjen e tarifave të rrymes janë humbjet që shkaktohen nga vjedhja e energjisë elektrike. Sa më e madhe të jetë sasia e energjisë e vjedhur, aq më shumë rritet bara financiare për qytetarët që i paguajnë rregullisht faturat e tyre. Në fund, miliona euro nga energjia e vjedhur paguhen nga të gjithë konsumatorët pa dallim. Ekipet speciale të Kecit të destinuara për gjurmimin e vjedhjeve bëjnë planet të kontrollit në baza ditore, kurse kontrollet në terren nisin varësisht nga informacionet që janë pranuar. Në qindra raste brenda vitit, ekipet e Kecit arrin të dokumentojnë që bizneset dhe konsumatori individual keqpërdoren energjinë elektrike në të gjitha rajonet e Kosovës. Keqpërdorimi i energjisë elektrike është vepër penale dhe brenda vitit, qindra persona procedohen penalisht në gjykata. Ekipi special i Kecit, i ndërtuar me kompetenca për gjurmimin e vjedhjeve të rrymes, ka plane konkrete për ta luftuar këtë dukuri. Gjatë muajit nëntor, ekipi Kecit realizoi disa operacione për të verifikuar informacione inteligjente, të cilat mblidhen nga burime të ndryshme e më pas analizohen në njësinë me qendër në Prishtinë. Informacionet tregonin se në një lagje të Prishtinës, shpenzimet e energjisë dhe faturimit nuk përputheshin. Ky është sinjal i parë për ekipet e Kecit se në atë pjesë rrymë apo keqpërdorej. Në minutat e parë, zyrtarët e specializuar vërejnë se konsumatori ka ndërhyrë jashtëligjshëm në njësorin elektrik. Gjatë kontrollës, domethënë të njësori kemi vërejtur si dhe sinjalizuesin F2 që i thomë që nuk është në rregull, që dyshohet njësori që s'është në rregull. Njësori bëhet ndërrimi nga ekipet përkatëse dhe dërgohet te qendrën e kalibrimit për verifikim. Kur zyrtarët e Kecit dyshojnë se një njësor i energjisë elektrike mund të ketë pasur ndërhyrje, manipulim ose defekt të qëllimshëm, ata e heqin ormacin dhe e dërgojnë në qendrën e kalibrimit për verifikim teknik. Në këtë qendër e vendosur në Lipjan, njësori nënshtrohet testeve të specializuara për të vërtetuar nëse është hapur, dëmtuar ose manipuluar, nëse ka ndryshim në mekanizëm, sistem elektronik apo vulat mbrojtëse dhe vërtetohet nëse matja e energjisë është e saktë apo ka gabime të shkaktuara nga ndërhyrja.
Me rezultatet e kalibrimit përpilohet një raport zyrtar i cili tregon qartë nëse ka pasur apo jo manipulim. Ky raport më pas përdoret nga KEC-i. Me zbritjen e temperaturave, konsumi i energjisë elektrike është më i lartë. Sistemi elektronik i kontrollit të shpenzimeve të energjisë i mundson KEC-it të nxjerrë të dhëna nga distanca dhe nga aty të identifikojë nëse në zonë ka keq përdorim të energjisë. Nga Prishtina, operacioni i ekipit që ka kompetencë të veprojë në gjithë Kosovën kishte vendosur në shënjestër disa biznese në rajonin e Gjilanit. Bizneset të natyrave të ndryshme janë cak i kontrollit. Medita si je? A je mirë? Jem prej KEC-it, jem ekip e kontrollës deri te njëshuri, ura e rrymës, më falni. Me stinën e dimrit afër, konsumi i rrymës i cili rritet fokusohet kryesisht në ngrohje. Në momentin e parë, ekipet e KEC-it dokumentuan dyshimet e tyre. Pronari i cili ka në pronësi 2 lokale të ndryshme dhe një shtëpi banimi, kishte vënë në funksion pajisje për ngrohje të cilat nuk po faturoheshin. Ndërkaq, ekipet e KEC-it dokumentuan se njëra nga 3 fazat e ormacit në shtëpinë e banimit nuk bën të matje të energjisë së shpenzuar. Konsumatorin në fjalë, kemi ndalë njësurin elektrik këtu në lokal, edhe të lokali tjetër afër. Të lokali tjetër në kam met një klim me energji. Këtu të ky lokal në kam met kaloriferi me energji. Gjatë procesit punës, konsumatori e ka njësurin edhe banimit lartë, atje ka mbyll derën për me rregullue. Ne ka nalë, dhe më thonë, në moment i ka hi kabllin në të cilin ka shpenzuar energji jashtë madjes në 2 lokalet, klimën edhe kaloriferin. Po ashtu, njësuri shtëpisë ka 3 njësi matëse, ku në L2-shin, që i thumë ne, nuk ka bën matje të energjisë elektrike. Këtu që ekipet përkatëse e bëjnë ndërrimin e njësurit mekanik në elektronik, edhe njësuri mirë dhe dërgohet në qendrën për kalibrim dhe verifikim të njësurit. Ormaci largohet nga ekipi tjetër i KEC-it për të dërguar pastaj në qendrën e kalibrimit. Si zakonisht, përpilohet proces verbali me gjetjet në terren, i cili më pas përdoret në procedurë gjyqësore. Në orët e para të një dite nëntori, ekipet speciale për gjurmimin e vjedhjeve dokumentuan keq përdorim të energjisë elektrike në kontrollin e parë në rajonin e Gjilanit. Informatat inteligjente tregonin për vjedhje të rrymës në një tjetër lokacion në Potënjetin në rajon. Ekipi special në shoqërimin e njësive speciale të policisë së Kosovës niste drejt një biznesi tjetër për të cilin ka dyshime se po vjedhën rrymë. Ekipi niste drejt vitis teksa ndalon në një lokal i cili dyshohet për keq përdorim të energjisë. Pronari dyshohet se kishte ndërhyrë në orën mekanike teksa rryma e shpenzuar nuk po faturohej fare. Te pika mace te konsumatori, gjatë kontrolles kemi vërejtur se njësuri është mekanik dhe i ka urat të cilat e bën matjen e energjisë elektrike të larguara, kështu që energjia shpenzuar nuk matet për momentin. Për momentin konsumatori është duke keq përdorur energjinë elektrike ose është duke e vjedhur energji. Të dhënat në terren dhe konstatimet nga ekipi special i KEC-it i kumtohen konsumatorit. Jem ekipe kontrollës me Prishtinë. Që kjo njësur, hajde që hose e shema ofër. Ta shpjegojnë amalen. Që të urat që të, dilkën na. Që të urat që të. Që kjo që të. Që kjo që të edhe që kjo që të, janë hek për pikës mace ku e bën matjen e energjisë. Për momentin njësuri nuk është të sjellë, nuk është të bën matjen e energjisë që ashtu është vendzuar. A jetë e vrejt? Lokal nuk është pa matje. Që ta shkrejt që aki është dëmon pa matje. Rrym ka, ora nuk është të sjellë. Qërë. Edhe këtij konsumatori, ora mekanike në të cilën dyshohet se kishte ndërhyrje të jashtëligjshme, i zëvendësohet me ormatës të mençur, i cili kontrollohet nga distanca. Në 2 kontrollet të para në rajonin e Gjilanit, ekipi special i KEC-it arriti të dokumentoj vjedhjet e energjisë në 2 lokacione. Por informatat inteligjente flasin se të dhënat e shpenzimit dhe faturimit nuk janë duke u përputhur në disa zona të tjera në këtë rajon. Të shoqëruar nga njësitë speciale të policisë së Kosovës, ekipet speciale të KEC-it nisin kontrollet në një biznes tjetër. Konsumatori, krahas njësorit që është i regjistruar dhe rryma e cila kalon përmes tij faturohet, ka instaluar një tjetër njësor pa pëlqimin e KEC-it. Konsumatori në fjalë e ka njësorin smart të vendosur në objekt. Mirë po, ka bërë anashkallim të pikës mace duke vendosur njësor ilegal, që nuk është i regjistruar në KEC dhe nuk fakturohet atje, kështu që kjo është që lidhje ilegale, jashtë pikës mace. Njësorin mirë dhe dërgohet në kalibrim për verifikim.
Ormaci ilegal hiqet dhe konfiskohet nga zyrtarët e Kecit për t'ju nënshtruar verifikimeve specifike. Ekipi i specializuar i Kecit për gjurmimin e vjedhjeve arriti të identifikojë ormatës ilegal edhe në një biznes tjetër në rajonin e Gjilanit. Një sallë dasmash ku organizoheshin edhe mbrëmje muzikore është cak i kontrollit. Informacionet zyrtare në databazën e Kecit tregojnë se biznesi ka një ormatës të regjistruar i cili bën faturimin e energjisë. Por, ekipi special i Kecit zbulon një tjetër ormatës ilegal. Konsumatori i lartësekur e ka shifrën ekzistuese, njësorin legal të vendosur brenda në objekt, smart, po njëkohësisht ka bërë anashkalim të pikës matëse ekzistuese dhe ka vendosur njësor ilegal që nuk regjistruohet dhe nuk fakturohet në Kec. Kjo është e ndaluar dhe e dënohet me vepër penale. Në 2 operacione në rajonin e Prishtinës dhe Gjilanit, ekipet speciale për gjurmimin e vjedhjeve të rrymës dokumentuan në 5 raste keqpërdorim të energjisë elektrike. Për vjedhjet e energjisë, rreth 1000 kallëzime penale janë dorëzuar në prokurori që nga janari vitit 2025. Dënimi për vjedhjet të rrymës mund të shkojë deri në 3 vite burgim. Shikues të nderuar, në edicionin e sotëm kemi denoncuar 2 raste shumë të rënda. Mbesim me shpresë që do të ketë reagim institucional për t'i adresuar. Ju vazhdoni me na shkruani në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.